Ka njerëz që shpenzojnë 20.000 euro për një shishe verë? Në dasëm. Jo vetëm atje, po edhe këtu bie. Edhe në Shqipëri? Edhe në Shqipëri. Okej, cilët janë klientët e tu që blejnë një shishe verë 20.000 euro? Tani, s'më të thëmë emrat, po... Jo, vetëm Po numër pasaportës. Po thojmë disa biznesmen. Porosisin, për festat e tyre, familjare, për ditëlindjet, për dasmat. Vera që kushton 20.000 euro shishe? Vera që kushton 20.000 euro shishe. Wow. E cilat janë këto vera që kushton 20.000? Janë vera franceze, italiane, po? Një në verat me të çmuar me të botës, quhet Romane Conti, vjen nga Borgonja, Pinot Nero, është ajo Pinot Nero më i çmuar që ka bota. Romane Conti sepse rrin për Conti di Roma, ka kënë verë që është bon vetëm për Vatikanin, vetëm për Papën, deri në fillim të viteve 900, pastaj është publiku. Dhe ka biznesmen shqiptar që e porosisin të ti? Ka biznesmen shqiptar që e blejnë me kutia. Me kutia, do me thënë nuk blejnë një shishe, blejnë 6. Jo, 12, 24. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.